Këtë fundjavë me datën 18 dhe 19 tetor 2025 në Shkodër zhvillohet kampionati kombëtar i moshave në mundje. Një aktivitet që vjen pas një periudhe pauze në Shkodër dhe kjo falë dhe interesimit të trajnerit pasionant Altin Anca, i cili për disa vitesh drejton me shumë pasion ekipin e Vllaznis, por edhe me mbështetjen e Federatës Shqiptare të Mundjes dhe Bashkisë Shkodër. Profesor Anca, si po përgatitet skuadra, si po e pret ekipi juaj këtë kampionat që do të zhvillohet në Shkodër përpara tifozëve shkodran? Po e presim me një emocion të madh këtë kampionat, i cili zhvillohet për grup moshat U15 dhe U17. Ne si ekipi Vllaznis jena të fokusuar më shumë tek grup mosha U15, sepse aty kena sportista më shumë, ndërsa do të kena një 2-3 sportista tek grup mosha U17. Konkretisht me sa pjesëmarrës është Vllaznia në dy kategoritë? Për sa i përket grup moshës U15 menohet pashi se ekipi përbohet prej sportistave fillistar, por menohet që ti kena pothuajse të gjitha peshat, por janë fillistar, ndërsa 2 ose 3 vetë që i kena pretendenta, që janë ish kampioni Amer Faslia, që ka dalë kupë, ka dalë kampion, pretendent është Amar Brahimi dhe Enes Anza, që menojmë që mund të dalim kampion këtu në Shkodër. Pra Faslia, Brahimi dhe Anza janë 3 pretendentet për medalje kampioni. Janë 3 pretendentet të cilët ne menojmë që mund të marrin vendin e parë. Çfarë kemi ndjekur edhe në garat e mëparshme, këto 3 sportistë garantuar për një cilësi një të ardhme të perspektives. Këto të 3 sportistë kanë marrë pjesë edhe në kampionate ose turne, domethënë ndërkombëtare, që kemi pas turnet ndërkombëtare të 3 kanë marrë pjesë të sportistë, ndërsa në Ballkanjat ka marrë pjesë Amer Faslia dhe Enes Anza. Megjithëse janë përpjek, por siç i shihni edhe kushtet ku ne stërvitena edhe niveli jonë është pak më i ulët se sa niveli i të hujve, sidomos i bullgarëve, i turqëve, moldalëve, grekëve, maqedoncëve, po ashtu kanë marrë pjesë shumë shtete, ku ne kena pas shumë vështirë, domethënë të konkurrojmë me ta. Megjithatë kanë bërë neshje të mirë, ku kanë marrë pikë, për shembull theksojmë që Enes Anca ka shku pothuajse pikë për pikë me Moldavin, i cili ka bërë gjatë neshjes, i ka bërë një krah qafë, por i ka ikë prej Tuçit, sepse theksojmë se ata kanë shkollën ruse, është pothuajse gati njësej si të bashkë me Rus. Edhe shpresojmë që paktën edhe këtu në Shkodër të dahena shumë mirë. Ju keni konkuruar vazhdimisht edhe jashtë Shkodrës, në Tiranë, Durrës, Kos apo diku tjetër, por konkurimi në Shkodër si po pritet, ka ana emocionale për sportistët sepse do të jeni përpara tifozëve shkodran? Tash duhet pas parasysh se ekipi është thashë edhe që në fillim janë fillestarë. Pra, kena thash 2-3 vetë të cilët ne pretendojmë që të marrin vendin e parë, por ideja nuk është ideja këtu që ne dëshirojmë që të fitojmë edhe vendin e parë si ekip, si kampionat, por e kena shumë vështirë, se ne kena përballë ekipin e Tiranës, kena përballë ekipin e Kukësit, që nuk e kanë ndërprej, kena 2 ekipe të Durrësit, të Utes, Jonas Wrestling, të cilë e kena vështirë, por shpresojmë që të paktën edhe si ekip të atzajmë një vend njerit të në Shkodër. Profesor, është diçka interesante në familja Anza, familja sportive e Mundjes me 3 breza. Kujtojmë babajin tuaj ish kampionin kombëtar Ali Anza, ju Altin Anza, djali i Aliz dhe Enesi, djali juaj, i cili është një kampion me 3, pra 3 breza në familjen Anza. Por që jenë një pjesë e familjes madhe Guri. Po, me familjen Guri, ose baba jem ka pas daj, Elias Guri, po normal jena pjesë e familjes Guri, ku kanë dhënë kontributin e tyre më shumë familja Guri,
se sa në familje tonë, në familje tonë është marrë vëjem me munje, ka rrit dherë dalin finalist, është marrë djali Bilal Anza. Se e lam Bilal një pa përmendur. Ja vlen ka dalë 2 herë në kampion. Është edhe djali Halsi jemi, domethënë që është marrë Selim Tuzi, edhe ai ka dalë në kampion. Nërsa te familja Guri nuk kena që me thonë se aty janë 7 ose 8 kampiona, kështu që Duke nisur nga Elias Guri, kampioni botës Elias Guri, Adnan Guri, Florent Guri, Bayram Guri, Ismet Guri, që është normal. Të vazhdon të jetë shumë aktiv dhe me Normal, edhe shoqatën e mundjes. Fiks, po. Por edhe brenda familjes Anza, tradita vazhdon, tradita e babait tuaj të milionit. Ne vazhdojmë me plot knasi, unë kam edhe si trajner kam knasi që punoj, sidomos janë afru dhe shumë djemë të ri, jo vetëm tek familja jonë, por janë afru shumë për Shkodër kanë shumë, bile kena edhe disa që jetojnë këtu në Shkodër, por janë të huj për i vlonet e për i tropojet e cilët janë bashku, dhe me thonë, edhe për i Dugagjinit kena shumë të cilët janë bashku, dhe me thonë, ekipit tonë, edhe shpresojmë që të ardhmen të kena një ekip të fortë. Altin, dhe së fundit diçka, ju e ceket me herët për kushte servitore, unë kam prejtuar edhe me herët, por edhe vetë kjo sanë se flet vetë, nuk ka nevojë për koment. Ne gjatë verës jena stërvit në ambientet e medreses vajzave, ku duhet falenderojmë kryetarin e shoqatësit Van Seferaj dhe Rafet Bilanç, Shuaib Bashan edhe koordinatorin e medreses se vajzave Elona Sitaret, të cilët na kanë leju gjatë gjithë verës, apo na lejojnë verë që ne të japim një farë zgjidhjet. Kena çu tapetin, e falenderojmë edhe federatën, e cila na ka sjell një tapet, domethënë i kënaqshëm për zhvillu stërvitjen, nërsa po e bajmë pjesë stërvitje, pak stërvitje tek medreseja edhe pak stërvitjen edhe këtej. Por që të qoftë, shpresojmë që mos të zatë shumë me stërvitjen e të palesrës, se kjo nuk mund quhet palesër, kjo është një dhomë e pallatit sportit që është adaptuar për mundjen. Ne ecim me shpresa, por stërvitjet do të vazhdojnë. Na është premtu që të bëhet edhe palestra këtu, por asnjë lloj lëvizjet nuk kena deri më sot. Fjalë të mira kena, por asnjë lloj lëvizjet konkretisht nuk kena për institucioneve të ndryshme. Shpresojmë të zgjidhet edhe ky problem, por rikthehemi te kampionati, ju urojmë që në fundjavë të pallat kampione. Ftojmë edhe tifozat, gjithë publikun në Shkodrës që të vinë edhe të shohin mundje, pra edhe një herë nuk ka qëllimi jonë këtu, qëllimi jonë për me dalë ndoshta vllaznia se s'ban vend parë si ekip. Shpresojmë shumë që do të kena domethënë kampiona, por ideja është që të sjellim publiku të Shkodrës mas shumë viteve, ndoshta ka 4-5 vite që nuk është zhvilluar në aktivitet mundje këtu në Shkodër. Dyqysh në kohën e profesor Det Bregut dhe Nazmie Lesit, dhe me thonë nuk është zhvilluar ma në aktivitet tjetër, të cilët të dy këta profesora kanë punu me përkushtim shumë të madh në këto kushte për me majtë mundjen deri këtu ku jena sot. Suksese! Faleminderit edhe për jush.